Sot në shtëpinë më të famshme në Shqipëri kam bërritur një nga surprizat më emocionuese dhe më të shumë pritura për Brikenën. Një dron ka fluturuar mbi oborrin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke sjellë një mesazh të ngrohtë dhe domethënës nga një person shumë i rëndësishëm për të, daja e saj. Teksa banorët ishin në obor, droni solli një pankartë me fjalë të shumë pritura që përlotën menjëherë Brikenën. Mesazhi lexonte qartë: "Daja e ke pas teje gjithmonë, me festu fitoren e të dyve, kena me pikë kafe bashkë me Mateon. Daja të don shumë." Këto fjalë jo vetëm që konfirmuan mbështetjen e tij për rrugtimin e saj në lojë, por sollën një lajm shumë të madh për marrëdhënien e saj të dashurisë. Nga ana tjetër, Brikena dhe Mateo kanë pasur një bisedë me njëri tjetrin, dhe Mateo i ka treguar asaj se më parë kishte qenë shumë xheloz, por me kohën është qetësuar pak. "Më parë kam qenë shumë xheloz, me kohën jam qetësuar pak. Jo se s'jam, jam boll. Mua më pëlqen mishku xheloz", ja kthen Brikena. Ndërsa Mateo vazhdon me deklaratën e tij duke thënë: "Po ta them faktin që jam xheloz e urrej tek vetja. Do të doja mos e mendoja fare se çfarë vesh me gëjen e kafe. E urrej faktin që jam xheloz, por nuk kam çfarë të bëj." Ishin fjalët e Mateos.